Shkodrani nga Televizioni Publik Shqiptar. Është një pyetje e njëjtë për të gjithë ju. Shqipëria është përgëzuar për çeljen e kapitujve. Dua të di cila është sfida më e madhe në 2 vitet në vijim. Sfidat më të mëdha, siç e thash dhe më parë, janë që nuk është e lehtë të çelësh kapitull, por është edhe më vështirë të mbyllësh dhe të kryesh reformat. Jemi të sigurt që jemi në rrugë të mbarë. Pra Shqipëria duhet të jap rezultate me reformat, duhet tashmë të sjellë gjithçka që është e nevojshme në mënyrë që të jetë në qendër të mbyll kapitujt. Dhe sigurisht këtë po e bëjmë në ekip. Vizioni i kryeministrit tuaj dhe i gjithë ekipit këtu është i përmbyllim negociatat në fund të 2027-s, e mbështesim këtë vizion. Çka do të thotë që në momentin që kemi këtë kandidat kaq të zellshëm, është edhe përgjegjësia nga ana jonë që t'i mbështesim me të gjithë energjinë dhe fuqinë njerëzore që kemi këtu në Bruksel, po kështu edhe në presidencë.